Bia nuk e mendoi kurrë se do të vinte një ditë kur do të ndihej kaq e padukshme mes kaq shumë njerëzve. Ajo hyri në atë shtëpi me zemër të hapur, pa plane, pa llogari, vetëm me dëshirën për të qenë vetvetja. Por realiteti doli të ishte më i ashpër se sa e kishte imagjinuar. Çdo ditë që kalonte, ajo e ndjente se diçka po i rëndonte në kraharor, një ndjenjë që nuk dinte ta shpjegonte, por që e shoqëronte në çdo hap, limitin e pasi ditë ndryshe që në fillim. Jo sepse ishte perfekt, por sepse me të ndjente një qetësi që nuk e kishte ndjerë më parë. Një shikim, një buzëqeshje, një afrim i vogël, mjaftonin që zemra e saj të rrite më fort. Dhe kur ndjenjat fillojnë të lindin, është e pamundur t'i ndalosh. Ajo nuk kërkoi asgjë të madhe prej tij. Vetëm pak afërsi. Vetëm një puthje që për të do të thoshte shumë më tepër se sa një gjest i thjesht, por ajo që për Bian ishte ndjenjë, për të tjerët ishte arsye për gjykim. Banorët e shtëpisë filluan ta shikonin ndryshe. Fjalët u shtuan, komentet u bën më të forta, shikimet më të ftohta. Ajo e ndjente që nuk i donin. Jo sepse kishte bërë diçka të gabuar, por sepse kishte guxuar të ndjente. Dhe në një ambient ku gjithçka interpretohet, ndjenjat shpesh shihen si dobësi, Bia filloi të mbyllej në vetvete. Fjalët që dikur i thoshte lirshëm, tani i mbante brenda. Qeshja e saj nuk ishte më e njëjtë. Çdo natë mendonte gjatë, duke pyetur veten nëse kishte gabuar që kishte ndjekur zemrën. A ishte dashuria e saj e tepërt? A ishte sinqeriteti i saj problem? Apo thjesht nuk ishte personi i duhur për atë vend, limiti ishte aty, por shpesh duke i largët. I ndar mes asaj që ndjente dhe asaj që të tjerët prisnin prej tij. Dhe kjo e lëndonte Bian edhe më shumë. Sepse kur një njeri heziton të tregojë ndjenjat, fillon të dyshosh te vetja. Fillon të mendosh se nuk je mjaftueshëm. Se nuk meriton, ajo nuk kërkonte të ishte qendra e vëmendjes. Nuk kërkonte aprovim nga të gjithë. Kërkonte vetëm të mos ndihej e refuzuar. Të mos ndihej sikur çdo hap i saj ishte gabim. Të mos ndihej sikur po luftonte vetëm, në heshtje, Bia mësoi një të vërtetë të dhimbshme, jo të gjithë do ta kuptojnë zemrën tënde. Jo të gjithë do ta pranojnë mënyrën se si dashuron. Dhe ndonjëherë, njerëzit nuk të refuzojnë sepse je e gabuar, por sepse je shumë e vërtetë për ta, megjithatë, ajo nuk u pendua. Sepse më mirë të dhem duke qenë vetvetja, se sa të humbasësh veten duke u përpjekur të përshtatesh. Bia e kuptoi se dashuria nuk kërkohet me forcë dhe as nuk matet me puthje të dhëna apo të marra. Dashuria e vërtetë vjen pa frikë, pa presion, pa gjykim, edhe pse ndjehej e vetmuar. Ajo nuk ishte e thyer. Zemra e saj ishte ende aty, e ndjeshme, e pastër. Dhe një ditë, diku, ajo do të gjejë njerëz që nuk do ta bëjnë të ndihet e tepërt, por e mjaftueshme. Sepse Bia nuk ishte problem. Ajo ishte thjesht një zemër që kërkonte dashuri në vendin e gabuar.